Unë do të rikthehem tani në zhvillimeve që vinë nga mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste bashku me kryeministrin Edi Rama. Me mua në studio është bashkuar zoti Frok Çupi, me cilin do të diskutoj për gjitha mesazhet e dhëna. Përshëndetje, faleminderit zoti Çupi që jeni me ne. Si fillim dua t'ju pyes për këtë angazhim dhe këtë agjendë të re në nisje të sesionit të ri parlamentar. Sot kemi parë grupin e deputetëve të Partisë Socialiste në këtë mbledhje, sa kaq nesër dhe në ditët në vijim do të ketë takime të tjera dhe me bashkiakët socialist. Çfarë po ndodh? Si e shihni një angazhim të tillë? Është duke ndodhur, në fakt e tërë është në kushtet e normalitetit. Ne jemi në kushte normale, në kushtet e një funksionimi normal të institucioneve. E vetmja gjë që e bën kështu si për të çuditur është fakti se sapo kaloi viti i ri dhe mbyllen pushimet e deputetëve edhe të institucioneve të parlamentare. Kjo është e para. E dyta është problemi se u afrua koha. Erdhi koha për në Bashkimin Evropian. Është viti 2027, pak para vitit 2027, mbyllen negociatat për grup raporte, për grup kapitujt. Dhe kjo i bie që të jetë më pak se sa 2 vjet. Domethënë, kemi parasysh që kemi marrë një muaj nga ky vit, dhe në një muaj para fundit të vitit 2027, që i bie që të jetë pak më shumë se 1 vit e gjysmë. Dhe kjo është një tërmet, për të thënë vërtetën, në thonjza në kuptimin më të mirë, në kuptimin e angazhimit. Është një gjë që ndodh për herë të parë në vendit tonë. Do të thotë që është një aksion gjithëpërfshirës. Dhe vetëm gjithë përfshirës është një aksion me shtrirje Europë, perëndim, në fundit rajon, dhe në fundit edhe në lindje, për arsye se Shqipëria, ashtu si edhe vendet të tjera të Ballkanit perëndimor që të presin radhën për të plotësuar detyrimet e tyre, vinë me ngarkesa lindore, vinë me ngarkesa të hershme, vinë me ngarkesat e tyre e tjerë. Kështu që, siç edhe u tha në mbledhje me kryeministrin, kryeministri vetë më duket të tha që do të mbledhemi her pas here për përcaktuar këto sfida, mund të themi, që lidhen sigurisht edhe me parafirmën e legjislacionit. Kjo është gjë më kapitale që ka përpiluar mendja shqiptare ndonjëherë për t'u afruar me Bashkimin Evropian dhe për t'u pranuar në Bashkimin Evropian. Tani, pse parlamenti? Për arsye se parlamenti mban gjithë barrën e sovranitetit, për arsye se parlamenti është ligj zbatuesi, dhe për arsye se shumë të rëndësishme në keqkuptimet demokratike, parlamenti është ai që ka të drejtën në thonjza, po ka edhe pa thonjza, por që nuk mund t'i thotë askush se ke prekur institucionet të cilat nuk shkojnë mirë. Për shembull, nuk mund t'i thotë njeri se pse ke prekur institucionin e qeverisë të drejtësisë, pse ke prekur statusin e disa prokurorëve, pse ke ndërhyrë për të rishikuar nëse disa prokurorë ose gjyqtarë të zgjedhur janë shfaqur si të korruptuar. Për të parë se ç'është shpifja, si ju tha, për të parë se çfarë është krimi i cili e gjunjëzon vendin pa të drejtë. Si më thënë, pasi shpif, pasi gënjen, pasi e bën tribun shpifjen, çfarë faji ka qytetari thjesht që ka votuar për një parlament i cili duhet i hap rrugë ndëshkimit të skeqjes. Ishte zoti Balla në fakt që pati edhe disa mesazhe për opozitën, edhe nuk e di nëse e lexova qartë, po mund të lidhej ndoshta me një lloj pikpyetje që mund të ketë për këto procese shumë të rëndësishme, po një është edhe reforma, nëse i referohemi punës parlamentare që mund të ketë mazhoranca edhe në kuadër të mandateve që nuk ka shumë nevojë për opozitën, po megjithatë i pati mesazhet e tij ndoshta për një lloj bashkëpunimi sigurisht për çështje shumë të rëndësishme, mund të jetë Bashkimi Evropian, reforma territoriale, ajo zgjedhore, janë të paktën komisionet e përhershme parlamentare. Mendoni ju se ka një lloj rrezikshmërie për një lloj bojkoti të mundshëm të këtyre çështjeve shumë të rëndësishme në parlament? Jo, pyetja është interesante dhe me pesh, sigurisht. Jemi në këtë suaza, jemi në këtë situata. Dhe në fundit, parlamenti i dal nga zgjedhjet e kaluara, i dal në shumicë për Partinë Socialiste.
mban përgjegjësi shumë të madhe akoma më shumë, sidomos përgjegjësi morale dhe ligjore. Aq më tepër që është me shumë deputet. Problemi vjen tek një realitet dhe tek një hije e realitetit. Realiteti është ky që opozita është e destinuar për të prishur punë për Bashkimin Evropian. Jo vetëm destinuar, është e angazhuar, është e prirur ta shaj vendin, të thotë që ky është një narkoshtet, të thotë që këtu bëhen krime, të thotë që këtu s'ka ndodhur asgjë pozitive, të thotë që në fund siç ka thënë opozita dhe deri në Bruksel që Shqipëria nuk e meriton të pranon Bashkimin Evropian. Po edhe sjelljet që kanë parlament. Atëherë, edhe sjelljet që kanë në parlament. Sjelljen në parlament padyshim, sepse sjelljen në parlament e bën që të dalë në ekran, nuk e bën që të vras ndonjërin aty se e di se s'mund të vras. E bën që të dalë në ekran, e bën që kjo sjellje të bëhet virale siç u bë, dhe në fundet njerëzit nuk janë as të interesuar të dinë ku ndodhi, pse ndodhi. Ka ndodhur në Shqipëri, dhe Shqipëria turprohet, domethënë, kombëtarisht për këto arsye. Këto janë gjëra që dihen. Pjesa tjetër pastaj dihet edhe një gjë që e dinë edhe në Bashkimin Evropian, por nuk duan ta dinë disa të tjerë që duan të prishin punë. Ata e dinë që nuk ka rol, edhe ne e dinë që opozita nuk është faktor. Opozita në Shqipëri është vetëm faktori policisë rrugore. Zë shpeshherë rrugët dhe pastaj asgjë, vërtet. Nuk është faktor, po megjithatë, majoranca ka për detyrë të bëjë sikur është faktor. Domethënë ta përgdhel në brenda ligjit dhe brenda kushtetutës, ti dëshmoj Europës se shiko cilat janë sjelljet e mia dhe cilat janë sjelljet e tyre, me qëllim që të destabilizohet e keqja. Dhe destabilizimi të keqjes kërkon durim, kërkon kompromise, kërkon kulturë gjerë, kërkon angazhim. Dhe ky është problemi që ka tani majoranca. Është detyruar majoranca, po vesh nuse të bukur, po vesh një opozitë që i ka dalë boja. Mendo të kesh një opozitë se jo dhe ti thuash, shiko që është nusja e shtëpisë time. Në fakt është një gjë vjetër, një karikatinë edhe një gjë dëmshme, shumë e dëmshme. Dhe sidomos në raport në Bashkimin Evropian, kjo është një opozitë e cila e ka për gjenezë, e ka në gjenezën e saj luftën kundër perëndimit dhe kundër Shqipërisë në perëndim. Për arsye se të veprave të veta kur ka qenë në pushtet, për arsye të angazhimeve që kishte në lindjen e mesme, të angazhimeve që kishte në Ballkan me diktatorët e Ballkanit, të angazhimeve anti-amerikane dhe anti-perëndimore që kishte gjatë gjithë kohës që ishte në pushtet, dhe mbi të gjitha për arsye të faktit që Shqipëria në Europë si thuash, e dominon, nuk po them se e anullon krejtësisht krimin. Dhe pa krime të shkuarës, pa krime të vëna në përdosje, kjo opozitë është zero, nuk ekziston. Dhe në këtë pikë, ju thoni se sfida kryesore do të mbetet antarësimi në Bashkimin Evropian, po megjithatë me 83 mandatet që ka Partia Socialiste, ndikimi i opozitës ndoshta nuk do ta rrezikoj? Ndikimi i opozitës, sikur opozita vërtet ishte më e mençur, por antiperëndimore, anti-europiane, por ishte një opozitë politike, dhe opozitë terrori, dhe opozitë mashtrimi, dhe opozitë gënjeshtrash, sigurisht do ta rrezikonte, sepse bota do të kishte parasysh që do thoshte opozita në Shqipëri që do të thotë më pak se gjysma e popullsisë, por në fundit një popullsi, nuk e do Bashkimin Evropian. Realisht kjo gjë është kapërcyer. Pse është kapërcyer? Është kapërcyer për arsye se vetë Bashkimi Evropian dhe deleguarit e tyre kanë testuar popullin këtu dhe ky popull është mbi 90% e tij pro-europian dhe opozita këtu s'ka që bën, s'ka që thotë. Se mundësisht të ishte 45% do ishte një fitore shumë e madhe për opozitë. Kjo është e para. E dyta është se duke kryer këto sjellje, janë shumë të vjetra dhe sjellje të tilla të vjetra, kudo ju ka ikur koha, po sidomos me opozitën e Shqipërisë, Bashkimi Evropian është ngopur me çfarë ka ndodhur. Ma mend vetëm gjëra shumë të thjeshta, por që janë krejtësisht domethënëse. Në kohën kur Sali Berisha ndodhej me këtë, çfarë quhet kjo,
deputetja e Partisë Demokratike që ishte në Komisionin e Integrimit. Tabaku. Ishin dhe kërkuan në Bashkimin Evropian, kërkuan në për rrugët e Brukselit që Shqipëria nuk e meriton dhe Shqipëria është narkoshtet dhe nuk duhet të pranuar në Bashkimin Evropian. Atë ditë, Bashkimi Evropian kishte nisur këtu shefen e zgjerimit të Bashkimit Evropian për t'i thënë Shqipërisë që Shqipëria ka bërë hapa të mëdha dhe presim me njëherë që të pranohet në Bashkimin Evropian. Janë koincidencat, ashtu quhetura koincidenca politike, të cilat në fakt dëshmojnë fare mirë se sa i qartë është rruga. Dhe pranimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është një, më falni t'ua them, po është një faktor shumë i rëndësishëm për stabilitetin në rajon. Dhe është pilari kryesor, kthehet në pilarin kryesor të mbështetjes perëndimore. Ju e dini për cilat arsye, për arsyet e përgjithshme, për ato që po kërkon perëndimi që në fund të fundit ky rajon duhet i përkas perëndimit, por ne kemi probleme të anësive të tjera, kemi probleme jo ne, sigurisht Ballkani, problemet përçarjes, ka problemet dominancës ortodokse mbi musliman, ka problemet muslimanizmit që është i lidhur me kushërinjtë e tij e vet në Arabi dhe në linjën e mesme. Do të thotë që Bashkimi Evropian e ka këtë vend dhe për fat të mirë që siç e shpreh Bashkimi Evropian ka dhe një qeverisje pro-europianiste, e ka themeltar për të mbajtur ekzistencën në këtë rajon. Do të mbetet për të parë në fakt se si do të shkojë edhe gjithë kjo çështje në kuadër të sjelljes së opozitës, pasi nëse i referohemi të tjerave është parë fare qartë angazhimi i qeverisë. Unë ju falenderoj shumë zoti Çupi që ishit me ne. Faleminderit për analizën që ndat drejt për drejt. Faleminderit juve.